Problemi i rreshtimit të dhëmbëve te fëmijët është i zakonshëm e mund të ndikojë jo vetëm në pamje, por dhe në shëndetin e përgjithshëm të gojës. Ky është një problem që është shtuar me kalimin e kohës, bën me dije shefja e shërbimit stomatologjik publik në Korçë. Është rritur numri i këtyre defekteve nga tepësimi që bëjmë në shkolla dhe nga fëmijët që paraqiten këtu për mjekime. Është rritur ndërgjegjësimi për të vënë aparate fikse ose aparate të lëvizshme për korrigjimin e këtyre malokluzioneve. Normalisht kur paraqiten tek ne për ndërhyrje ortodontike, ne i dërgojmë në klinikën stomatologjike universitare, theksojmë që në klinikën stomatologjike universitare është vetëm aparatet e lëvizshme për momentin. Zguri shpjegon se shkaqet mund të jenë të ndryshme, si trashëgimia, por dhe keq ushqyerja. Megjithatë është një problem që zgjidhet me vendosjen e telave. Nga mënyra e ushqyerjes që në fëmijëri, plus dhe në vazhdim. Kur fillon mosha që fëmia duhet të përtypet, qoftë me një biskot në gojë ose gjërat që fëmia arrin të përtyp, duhet që të fillojnë të përtypen, sepse prindërit kanë zakonin tani që ja obluajmë. Këshilla që u jepet prindërve në këtë rast është që nëse vërejnë shenja të shtrembrimit të dhëmbëve te fëmijët, të konsultohen menjëherë me një ortodontist për një vlerësim të personalizuar dhe të trajtohet në kohë. Shërbimi stomatologjik publik kryen kontrolle në çdo shkollë publike të sistemit nëntëvjeçar, si dhe ndërmerr fushata sensibilizuese, ku theksi vendoset te konsumimi i ushqimit të shëndetshëm dhe pastrimi i dhëmbëve rregullisht.